Ky njeri e ka shkel ligjin, kjo është kriminal. Ky njeri e ka shkel kushtetutën, kjo është super kriminal. Ai që shkel kushtetutën është super kriminal. Nuk ka kriminal sot më të madh në përburgje. 106 rregullores së Kuvendit, presidenti i Republikës së Kosovës zgjidhet me votim të fshehtë. Tani administrata e Kuvendit ka adresuar këtë proces. Për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës gjatë 3 votimeve duhet të ketë më së paku 2 kandidat, edhe ky kusht plotësohet. Për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës në votimin e parë dhe të dytë kërkohen 2/3, ndërsa pra të paktën 80 vota për, ndërsa në votimin e tretë presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të paktën 61 vota për. Nëse në votimin e tretë asnjëri kandidat nuk i merr votat e nevojshme, të paktën 61 për, shpërndahet kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Në ndërkohë po presim që opozitat na bashkohet. Kurdo që ata të vinë mund ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre, përsa kohë procesi i votimit është i hapur.